zotit Duhe dhe Halilit, është pak vështirë me pretendu me qenë. Me mbajt titullin e nderit të së qenerit veteran të gazetarisë, po... Unë mbaj ende kohën ditore të asaj dite. Marë parasysh që gjithë këtu e kemi nga një deltë. E pas një gara së koha për titujt edhe pse titulli definitivisht titulli më i bukur ka qenë një Ekspresit. Ekspresit, pa ka qenë pak kështu... Ka qenë avantgard, ka qenë protest, ka qenë një lloj kështu akumulimi. Tash unë hymë njerë në rrëfim. Për shembull, një prej detajeve që unë mbaj mend në ditën e pavarësisë është që përveç që gjithë ishim zgjuar shumë herët, kur shkova te Grandi, aty kanë qenë mbi 300 gazetarë ndërkombëtar. Ta akreditu media prej gjithë botës. Edhe nuk po i përmendi, pash vetëm 2 kolegë të Kosovës që kishin shkuar çfarë son. Njëri në Ekspres, tjetri në RTK, nuk po i përmendi me që se ka marrë drejtën për me i përmend. Edhe fillu me u përshafuna. Se ketë ndaluar të përmend, se si duke i përmend për keq. Shpend Limani ka qenë dhe arta në Arashia. Edhe fillova të përshafosha me ta edhe na fillu me pas ndjenjen që s'jemi në punë, na fillu me festu. Ora 7 i mëngjesit. Ndërkohë pati shumë gazetarë ndërkombëtar, cilët kishin ardhur, kishin flejt një natë më herët dhe pozicionoheshin me elementet e tyre, fillu me na pyet neve, ka i bjen qeveria, ka i bjen ku është parlamenti, nëra sa ka me ndodhë kjo. Edhe na që ishim mësu si gazetar që e përcilnim unë mikun e këto proceset, ishim mësu që kur vinte ndonjë ekip ndërkombëtar me ja ofru gjithë ndihmën e mundshme se e shishim edhe si mision për të vërtetën e Kosovës. A ditë fillu me i injoru në mënyrë të jashtëzakonshme. Unë dëshim me festus, dëshim u marrë me ndërkombëtarët. Edhe ajo ditë ka qenë një lloj kështu proteste edhe në raport me ndërkombëtarët, se ishim lodh prej idesë ndërkombëtarizimit edhe... Pse ndërkombëtarët mbeten në formë edhe pak. Mbeten në formë deri për mbylljet pavarësisë mbikëqyrur. E mbaj mend që vetëm mas një gjysore injorim prej gjithë kolegëve ndërkombëtar, na fillu me folë njëri tjetrin, e të e vrej që jemi ka injorojmë, si jemi ka merremi me ta. Ka qenë një moment shumë i veçantë.